Vjehri më kapi mat duke u masturbuar në dhomë dhe agimi I pari pranverës kishte zënë fshatin ton, por brenda shtëpisë së vjetër akoma mbizotëronte ftohtësia e mëndafshit të vjetër dhe hijet e gjata të pasditeve. Ana, e ama e gruasime, Elenës, ishte një monument I hijshëm I disiplinës dhe të qetësisë. Unë, Leo, I bia I dërgimit të qytetit, ndjehesha gjithmonë si një huj I vobekt në tapetin e saj të përsosur. Ela ishte në një udhëtim pune për 3 ditë. Mbrëmja e parë e vetmisime ishte kaluar në heshtje, duke lexuar në dhomën e ndenjes. Mbrëmja e dytë, një lodhje e çuditshme, një ngacmim I padëshiruar, filloi të më pushtonte. Ishte tensioni I heshtur në shtëpinë e saj, aroma e saj e luleve të thata në çdo dhomë, apo thjesht kohë e gjatë pa gruan time. Nuk e dija. Di vetëm se kur u ktheva në dhomën e miqve në katin e dytë, zemra më rrihte fort. Heshtja ishte absolute. Vetëm kasa e vjetër lëkundëse, duke u dhënë nga koha në korridor. U mbylla pas meje dhe u mbështeta në derë duke marrë frymë thellë. Drita e hënës depërtonte nëpër perde të holla, duke vizatuar një shiri të bardhë përgjatë dyshekut. Më erdhën në mendje pamjet e ditës. Ana duke e lidhur flokët e saj gri në një bisht të përkryer në oborrin e pasmë, zëri I saj I qetë duke kërkuar nëse dëshiroja më shumë kafe. Shkova drejt dritares për të tërhequr perden më fort, por ndalova. Përballë, në dhomën e saj të gjumit, gjithashtu në katin e dytë, drita e hënës ndriçonte në të njëjtin dyshek, dhe aty në kufirin e dritares së saj qëndronte ajo. Nuk e shihje fytyrën, por silueta e saj në dritë hënën ishte e pa mistifikuar. Flokët e lirë, shpatullët e zbrazta, dora e saj lëvizte ngadalë, me një ritëm të njohur, por të huaj. Poshtë barkut të saj, duke u zhdukur nën skajin e lehtë të këmishës së saj të gjumit. Koka mu bë zbrazët, këmbët u bën drur. Ky nuk ishte momenti që njihja. Ky ishte një krijesë tjetër, e pushtuar nga një nevojë primitive, e lirshme dhe e vetëdijshme. Lëvizja e dorës së saj nuk ishte e shpejtë apo e dëshpëruar, ishte e ngadaltë, e thellë, e përvojosur, një buçitë e lehtë, një kthim I kokës që tregonte një qafë të zgjatur, shpërthen nga dritarja e hapur duke arritur tek unë si një fshehtësi e nder. U largova menjëherë nga dritarja duke u përkulur në gjunjë, duke u ndjerë sikur kisha shkelur një varr. Por dëshira e zeza, e papërfillshme dhe e pafalshme ishte ngjizur tashmë brenda meje. E pash atë, Ana, zemra e palëkundur e kësaj shtëpie të dorëzuar pas vetes, dhe tani ndjeja në mënyrën më primitive ne ishim të barabartë. U zvarrita në dyshek. Era më xizëllonte. Shpëritja ime ishte përgjigjja e heshtur ndaj të sajës. Mbylla sytë dhe imazhi I saj u kthye, I qartë dhe I ndezur, jo si I vjetër, por si një grua. Lëvizjet e mia u bën të njëjta me ato të saj, të ngadalta, të përqendruara, të ndërgjegjshme për çdo ndjesi. Çdo të fshehtë e saj I përgjigj me një të timen. Ishte një valzim I heshtur, I pamohuar, I ndarë nga një obor dhe 2 dritare, por I lidhur pasgjithshmërisht. Papritur, drita në dhomën e saj u fik. Lëvizja e siluetës ndaloi, era ndaloi, ajri u bë I bllokuar. E ndjeva, jo me shikim, por me të gjitha qelizat e mia, se ajo kishte ndaluar, kishte ndjerë pranin time. Ishte ajo e friksuar, e turpëruar. U çova, I mbathur vetëm në një këmish. Dera e dhomës sime u hap me një gjëmim të butë. Korridori ishte I errët dhe I heshtur. Drita nga dhoma e saj tani e mbyllur plotësisht, nuk lëshonte asgjë. Ecën në majë të këmbëve deri në pragun e saj. Zemra më rrite aq fort sa mendova se do të më dëgjonte, por nuk e preka derën, vetëm qëndrova aty, duke marrë frymë të njëjtin ajër që ajo kishte frymar pak çaste më parë, I mbushur tashmë me një tension të ndryshëm, një pritje elektrike. Pastaj zëri I saj I qetë si gjithmonë, por me një dridhje të përpunuar depërtoi nëpër tru. Ti je në dieni, Leo? Nuk ishte pyetje, ishte një deklaratë, një pranimi.
mbajta frymën. Po përshpërita, duke e bërë zërin tim të qartë në heshtjen absolute. Dhe unë kam qenë gjithashtu në dieni. Kishte një heshtje të gjatë. Mendova se do të më uronte të largohem. Do të bënte sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Në vend të kësaj dëgjova një klikim të lehtë. Kyçi i derës u kthye. Dera u hap vetëm disa centimetra. Në errësirën e pasme shikova vetëm hijen e saj. Aroma e saj e njohur e luleve të thata dhe një lëngu të ëmbël të trupit u derdh në korridor. Zemra është një shtëpi e heshtur, tha ajo, zëri i saj duke tingëlluar si një rrëfim i ngrohtë, të fshehtë. Por ndonjëherë edhe shtëpitë më të heshtura kanë zjarret e tyre të fshehtë. Dora e saj, e njëjta dorë që kisha parë të lëvizte në dritë hënë, u duk në çarje. Nuk më ftoi brenda, nuk më largoi, thjesht qëndroi aty. Një ofertë e heshtur, një pranim i përbashkët, dhe një farësie të papërshtatshme, të pashpallur. Unë ngrita dorën time dhe me gishtat që dridheshin pak preka lehtë te gishtat e saj. Ishin të ngrohtë, shumë të ngrohtë, ashtu siç e kisha imagjinuar. Nuk folëm më shumë atë natë. Dora e saj u tërhoq dhe dera u mbyll pa zë, por pa u kyçur. U ktheva në dhomën time, i ndjeri raskapitur dhe i gjallëruar në të njëjtën kohë. Mëngjesin tjetër, Ana ishte në kuzhinë duke përgatitur kafen si gjithmonë, e veshur me kujdes, flokët të lidhur. Kur më dha filxhanin, duart tona u takuan për një çast. Sytë e saj gri të qartë dhe të pashmangshëm u ngritën dhe u takuan me të mijat. Nuk ishte as turp, as ngacmim të hapur. Kishte vetëm një ndërgjegjësim të thellë, një sekret të ri të ndarë, të gdhendur në ajrin e ngrohtë të kuzhinës. Era e pranverës erdhi më në fund gjatë natës, tha ajo, duke kthyer shpinën për të marrë bukën. Bën gjithçka të ndihet e gjallë. Po, thash unë, duke pirë kafen time. Shijimi i saj i fortë dhe i ndërgjegjshëm, e gjallë vërtet. Asnjëri nga ne nuk e përmendi atë natë kur më, por ndonjëherë kur heshtja bëhej shumë e thellë në shtëpi, kur shikimet takoheshin për një çast të gjatë, ndjeja atë nxehtësinë e përbashkët, atë kujtim të lëvizjes në dritë hënë. Dhe e dija se kufiri midis respektit dhe dëshirës, midis gjyshes dhe gruas, ishte një vijë më e hollë dhe më e ndjeshme se sa e kisha imagjinuar.